Në 18 shkurt të vitit 1997, në një salë gjyqi në Tiranë, me mule të ftohta dhe me drita neoni që gumzinin diku lart, një sekretare gjyqësore hapi një dosie aq të trash sa dukej gati e pamundur ta mbash me një dorë të vetme dhe filloi të lexojë me zë monoton listën e akuzave. Në bankën e të akuzuarve, i moshuar, me flokë krejtësisht të thinjur dhe me një qetësi që dukej më shumë lodhje se sa qetësi e vërtet, u le një burr që deri para pak vitesh kishte mbajtur në dorë fatin e 3 milion njerëzve. Emri i tij ishte Ramiz Alia, ish kreu i shtetit, ish sekretari i parë i një partie që kishte sunduar pa kundërshtim gati gjysmë shekuli. Dhe fjala që sekretaria shqiptoi atë mëngjes, fjalë që shqiptarët deri atëherë kishin dëgjuar vetëm në lidhje me gjyqjet e largëta e me lufta që kishin ndodhur në kontinente të tjera, ishte gjenocid. Aktakuza nuk përmbante një akuzë të vetme, po një varg të tërë krimesh, secili me peshën e vet të veçantë. Fillonte me internimin e 10 mijëra qytetarëve në kampe pune, njerëz që kishin humbur lirinë vetëm për shkak të një biografie të gabuar, të një mbiemri të gabuar, ose të një fjale të thënë në kohën e gabuar. Vazhdonte me urdhrat për të qelluar mbi ata që përpiqeshin të iknin nga vendi drejt kufive, njerëz që kishin gjetur vdekje në lumenj, në male dhe në ujërat e detit, vetëm sepse kishin dashur të shohin çfarë kishte përtej. Përmente dhe urdhrin sipas prokurorisë për të hapur zjarr mbi qytetarët e Tiranës në ditët e trazuara që pasuan rrëzimin e statuis së Enver Hoxhës. Dhe në fund të listës, si një gozhë dhe fundit, qëndronte emri një qyteti që veti akuzuari e njihte më mirë se çdo gjyqtar në atë salë. Shkodra, qyteti ku ai kishte parë dritën e diellit për herë të parë, 71 vjet më parë. Si mundej që njeriu i njohur botërisht, si ai që kishte shpëtuar Shqipërinë nga një gjakdjerdhje, njeriu që kishte lejuar statujën e mësuesit të tij të binte pa u lëshuar asnjë plumb në mbrojtje të saj, të gjendej tani në një salë të ftohtë gjyqi, i ngarkuar pikërisht me fjalën më të rëndë që njehet drejta ndërkombëtare. Dhe përse, mes gjithë vendeve e datave të përmendura në atë aktakuzë të gjatë, ishte pikërisht qyteti i tij i lindjes, ai që dukej se rëndonte më shumë mbi supet e tij, si një borxh i vjetër që kishte pritur 26 vjet për t'u kërkuar. Në bankat e publikut, pas një kordoni policësh që mbanin larg gazetarët e panumër të ardhur nga e gjithë Evropa, u leshin njerëz që kishin ardhur nga çdo cep i vendit, vetëm për të parë me sytë e tyre atë qast. Disa prej tyre ishin ish të internuar, të ardhur nga fshatrat e largëta, me duar të vrazhda nga dekada pune të detyruar dhe me sy që nuk largoheshin asnjë qast nga fytyra e të akuzuarit. Të tjerë ishin thjesht kurioz, apo qytetarë të thjesht Tiranas që kishin jetuar gjithë jetën e tyre në portretin e Ramiz Alis, të varur në çdo zyr shtetërore, dhe që tani nuk arrinin ta besonin plotësisht atë çka po shihnin. Të njëjtin njeri, tashmë të vjetër e të lodhur, ulur në një bank prej druri, duke dëgjuar në heshtje fjalë që dikur do ta kishin dërguar direkt drejt burgut, këta shqiptonte publikisht. Disa nga të pranishmit qanin, pa e ditur mirë a qanin nga gëzimi që po shihnin drejtsin duke marrë hapat e saj të parë, apo nga dhembja e kujtimeve që ai gjyq po u angjalte. Për ta kuptuar këtë kontradiktë, duhet lënë mënjan për një çast historia e njohur, ajo e trashëgjimtarit të qetë që mbili epokën e diktaturës pa derdhur gjak në kryeqytet. Kjo histori është e vërtetë, por është vetëm gjysma e saj. Sepse ekziston edhe një histori tjetër, shumë më pak e treguar, shumë më errët, e cila fillon jo me një statujë që bie në Tiranë, por me një sistemi tërë dënimesh e kampesh, që Ramiz Alia e trashëgoi, e mbajti gjallë dhe e drejtoi për dekada, dhe që përfundoi duke kërkuar prej tij llogarit në një gjyq që as vetë historia nuk arriti ta mbyll kur plotësisht. Kjo është historia e gjakut që gjyqet nuk arritën ta lanë kurrë. Historia e një njeriu të gjykuar 2 herë dhe të dënuar përfundimisht asnjëherë. Për të kuptuar peshën e vërtetë të asaj aktakuze, duhet kthyer mendja te vetë themeli i sistemi që Ramiz Alia ndihmoi ta ndërtonte, gjatë dekadave kur ai vetë nuk ishte ende udhëheqësi suprem, por ishte diçka po aq të rëndësishme, ideologu, njeriu i propagandës, ai që shpjegonte popullit pse çdo masë e ashpër ishte e nevojshme, e drejtë dhe madje domosdoshme për mbijetesin e revolucionit. Që në vitet 50 e 60, ndërsa ngjitej hap pas hapi drejt biros politike, Alia jetoi brenda së njëjtës strukturë shtetërore që klasifikonte popullin shqiptar sipas një sistemi të pashëmbullt në Evropë. Njerëz me biografi të mirë, besnik të regjimit, dhe njerëz me biografi të keqe, trashëgjimtar të një klase të konsideruar armike, qofshin ata pasardhës pronarësh tokash, klerik, apo thjesht të afërm të dikujt që kishte rënë në pafavor.
Ky i dyti grup, sipas hudumtimeve të historianëve që studiuan më vonë arkivat e sigurimit, arriti të përfshinte gjatë gjithë periudhës komuniste mbi 100.000 njerëz të internuar në kampe dhe fshatra të largëta, 20.000 të burgosur dhe rreth 6.000 të vrarë ose të zhdukur, në një vend që në asnjë moment të historisë së tij nuk kishte arritur të kalonte 3 milion banor. Për ta kuptuar këtë sistem, jo thjesht si shifra statistikore, por si dhembje njerëzore konkrete, mjafton të përfiturojmë një familje tipike të asaj kohe, e ndërtuar nga vetë historianët mbi bazën e qindra dosiesh të ngjashme të studiuara më vonë. Një baba fshatar që para luftës kishte pasur disa hektar tokë mbi mesataren e fshatit, një nën që falej fshehurazi sipas traditës së vjetër fetare të familjes dhe 3 fëmijë që lindën tashmë brenda kufive të një kampi interinimi, pa pasur kur mundësinë të njihnin një jetë tjetër. Fëmia më i madh i kësaj familje të përfituar, po ta kishte lejuar biografia e tij e keqe, ndoshta do të kishte bërë një mjek të shkëlqyer, ose një inxhinier, ose thjesht një mësues fshati të lumtur me punën e vet. Në vend të kësaj, ai u rrit duke mësuar përmendësh se çfarë nuk lejohej të thoshte, çfarë nuk lejohej të ëndërronte, dhe se çdo gabim i tij i vogël mund të rëndonte edhe mbi fëmijët e vet ende të palindur. Kjo nuk ishte fantazi letrare. Ishte realiteti i 10 mijëra familjeve shqiptare, dhe pikërisht mbi këtë realitet u ndërtua gjuha e vigjilencës revolucionare, që Ramiz Alia ndihmoi ta shkruante e ta përsoste gjatë gjithë karrierës së tij si ideolog i regjimit. Askush nuk mund të thotë me siguri se sa prej këtyre vendimeve mbanin firmën personale të Ramiz Alis. Ai vetë gjatë gjithë jetës e mohoi çdo përgjegjësi të drejtë për drejtë, duke pretenduar se ishte thjesht një zbatues, një pjesë e një makinerie shumë më të madhe se ai vetë. Por ka diçka që askush nuk mund ta mohojë. Si kreu i propagandës, pastaj si kreu i shtetit dhe më në fund si sekretar i parë, ai qëndroi për dekada të tëra në majtë të njëjtës piramidë pushteti që administronte këtë sistem dënimesh. Nënshkroi ligje, miratoi raporte, dëgjoi referate mbi elementet armiq dhe mbi nevojën për vigjilencë revolucionare. A mund të qëndrosh gjatë kaq shumë vite në majtë e një piramide të tillë dhe të mos njolosësh nga ajo çfarë ndodh poshtë saj? Kjo është pyetja e parë që historia i drejtoi Ramiz Alis, shumë kohë përpara se ai ta dëgjonte fjalën gjenocid në atë salë gjyqi. Ndër të gjitha vendet e krijuara për të mbajtur gjallë këtë sistem klasifikimesh, pak prej tyre mbeten aq të gdhendura në kujtesën kombëtare sa kampi i internimit në Tepelen, në jug të vendit. I ngritur në ish-kazermat italiane menjëherë pas luftës, ky kamp u përdor midis viteve 1949 dhe 1954 për të mbajtur qindra familje të konsideruara armiqësore ndaj pushtetit të ri. Në disa periudha, sipas dokumenteve të mëvonshme, numri i të internuarve arriti në 1405 vetanjëherësh, burra, gra, pleq dhe fëmijë, të stërmbushur në 6 baraka pa shtretër dhe pa kushte minimale higjienike. Puna e detyruar në pyje, uria dhe mungesa e kujdesit mjekësor bën që sipas vlerësimeve historike, rreth 300 fëmijë të humnin jetën brenda mureve të atij kampi. 300 fëmijë të lindur nga prindër fajin e të cilëve ishte thjesht se kishin një mbiemër, një pronë të dikushme, ose një lidhje familjare që sistemi e kishte gjykuar të rrezikshme. Ky sistem nuk mbahej gjallë vetëm me kampe dhe me burgje, ai mbahej gjallë edhe me diçka shumë më të heshtur e shumë më të përhapur, rrjetin e informatorëve të sigurimit, policisë sekrete, që sipas vlerësimeve të historianëve që studiuan më vonë arkivat e saj, arriti deri nga fundi i viteve të 10 të përfshinte, me një formë apo në një tjetër, më shumë se 1/3 e popullsisë madhore të vendit. Kjo do të thoshte se pothuajse në çdo palat, në çdo fshat, në çdo vend pune, dikush raportonte tek dikush tjetër. Fqinji dëgjonte fqinjin, kolegu shënonte fjalët e kolegut. Madje edhe brenda vetë familjeve, fëmijët mësoheshin që të mos flisnin lirshëm para të huajve, sepse askush nuk mund të ishte plotësisht i sigurt se kush do ta dëgjonte një fjalë të gabuar dhe do ta çonte atë tek dosjet e errëta të shtetit. Në një shoqëri të tillë, çdo fjalë propagande që Ramiz Alia shkruante dhe përhapte, nuk ishte thjesht retorik boshe. Ishte pjesë e vetë mekanizmit që bënte të mundur mbikëqyrjen totale të një kombi të tërë, gjatë 45 vjetësh. A e dinte i riu Ramiz Alia, atëherë drejtori i ri në aparatin e propagandës, çfarë po ndodhte në Tepelenë, ndërsa ai shkruante fjalime për lavdinë e revolucionit? Kjo mbetet një nga pyetjet pa përgjigje të plotë. Por ajo që dihet me siguri është se sistemi që prodhoi Tepelenën
Nuk ishte një aksident i izoluar, një gabim i një oficieri të vetëm në një cep të harruar të vendit. Ishte një politikë shtetërore, e planifikuar, e organizuar dhe e justifikuar publikisht si domosdoshmëri revolucionare. E njëjta gjuhë domosdoshmërie që vetë Alia ndihmoi ta shkruante dhe ta përhapte gjatë gjithë karrierës së tij. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë çfarë ndryshimi ka në peshorën e drejtësisë midis atij që jep urdhrin dhe atij që shpjegon botës pse ai urdhër ishte i drejtë? Ndërkohë, larg nga arkivat dhe nga barakatet e Pelenës, jeta e Ramiz Alis vazhdonte drejt majës së pushtetit shqiptar, hap pas hapi, siç e dim tashmë nga historia e tij e gjatë e ngjitjes. Nga ministri i arsimit e kulturës, tek anëtari i biros politike, tek kreu i shtetit, e më në fund në vitin 1985 në trashëgjimtarinë e drejt për drejt të Enver Hoxhës. Kjo pjesë e historisë së tij është tashmë e njohur, e treguar e sërtreguar, si ai lejoi lindjen e pluralizmit, si e la statujën e mësuesit të tij të binte, si i dorëzoi pushtetin pa luftë civile. Ajo çfarë mbetet më pak e treguar është ajo çfarë ndodhi menjëherë pas asaj statuje, në ditët dhe javët që erdhën, kur vendi u zhyt në një kaos që as vet Alia nuk mundi ta kontrollonte plotësisht, dhe kur gjaku që u shmang me aq kujdes në sheshin qendror të kryeqytetit gjeti rrugë të tjera për t'u derdhur. Sepse vetëm 2 ditë pas rrëzimit të statujës në sheshin Skënderbej, në 22 shkurt të po atij viti, 1991, diçka ndodhi në qendër të Tiranës që rrallë herë përmendet kur tregohet historia e kalimit paqësor shqiptar. Kadet dhe oficerët të Akademisë Ushtarake dhe të Shkollës së Bashkuar Ushtarake u mbyllën brenda ndërtesës së tyre, duke kërkuar që vetë Ramiz Alia, së bashku me ministrat e brendshëm dhe të mbrojtjes, si dhe përfaqësues të partive të reja, të vinin të flisnin me ta për atë që kishte ndodhur me statujën. Forcat e rendit u përpoqen të shpëndanin njerëzit e mbledhur për jashta me të shtëna paralajmëruese në ajër. Zurma e armëve trembi, kadetët brenda ndërtesës, të cilët hapën zjarr nga dritaret drejt jashtë. Kur pluhuri i asaj mbrëmjeje u ul, 4 njerëz kishin gjetur vdekjen, njëri prej tyre një polic. E gjithë kjo, vetëm 48 orë pasi bota kishte parë Shqipërinë si vendin ku ndryshimi erdhi pa gjak. Ky episod, i mbuluar shpejt nga euforia e ngjarjeve të mëdha që po ndodhnin njëkohësisht, nuk u harrua kurrë plotësisht. 5 vjet më vonë, ai do të kthehej si një prej pikave të aktakuzës kundër Ramiz Alis, të formuluar saktësisht si urdhërimi i forcave të armatosura për të qelluar mbi qytetarët. A e dha i vërtet një urdhër të tillë, apo ishte thjesht kreu nominal i një zinxhiri komandimi që në atë natë kaosi kishte dalë krejtësisht jashtë kontrollit të tij? Dëshmitë e kohës nuk japin një përgjigje të vetme e të qartë. Ajo çfarë dihet është se 4 familje shqiptare humbën atë natë dikë të dashur, dhe se asnjëra prej tyre nuk mori kurrë një përgjigje të plotë për pse ndodhi ashtu si ndodhi. Por nëse Tirana e mbajti fshehur këtë plagë në shkëlqimin e triumfit të saj mbi statujën e rrëzuar, qyteti verior i Shkodrës, vetë qyteti ku Ramiz Alia kishte lindur, nuk pati aq fat. Sepse vetëm pak javë më vonë, në një pranverë që duhej të silte lirinë e premtuar përmes kutive të para të votimit të lira në gjysmë shekulli, gjaku do të derdhej në rrugët e po atij qyteti që kishte dhënë jetë udhëheqësit të fundit komunist të Shqipërisë. Dhe kjo herë, ndryshe nga Tirana, botës nuk do të ishte aq e lehtë ta harronte. Në 31 mars të vitit 1991, Shqipëria mbajti zgjedhjet e para shumë partijake të historisë së saj moderne. Në shkallë vendi, e sidomos në fshatra ku frika dhe aparati i vjetër mbanin ende pesh, Partia e Punës e Ramiz Alis doli fituese. Por në Shkodër, historia shkoi krejt ndryshe. Qyteti verior, me traditën e tij të lashtë katolike dhe muslimane, me kujtesën akoma të freskët të shtypjes fetare dhe të internimeve që kishin prekur pothuajse çdo familje, votoi në mënyrë dërmuese për Partinë Demokratike të porsalindur. Ishte një mesazh i qartë dhe i pamëshirshëm. Qyteti që kishte dhënë jetë Ramiz Alis po e refuzonte atë dhe gjithë botën që ai përfaqësonte, me forcën më të madhe që mundi. Për ta kuptuar plotësisht forcën e atij zemërimi që u mblodha atë natë në qendër të Shkodrës, duhet kujtuar se ky qytet nuk ishte një qytet i thjesht shqiptar si çdo tjetër. Shkodra kishte qenë prej shekujsh një nga qendrat kryesore të krishterimit katolik në Trojët shqiptare, me katedrale, manastire dhe shkolla fetare që i jepnin qytetit një identitet fetar të veçantë brenda vendit, krahas një pjesë të konsiderueshme muslimane me të cilën kishte bashkëtuar prej kohësh. Kur në vitin 1967, regjimi i Enver Hoxhës shpali Shqipërinë të vetmin shtet ateist në botë,
Ishte pikërisht në qytete si Shkodra, ku ky ndalim u ndje me forcën më të madhe. Kisha e xhami u mbyllën, disa u shembën, të tjera u zhderruan në depo, në palestra sportive ose në salë kinemaje. Klerik të shumë të burgosën, u internuan ose thjesht u zhdukën nga jeta publike. Dhe Rami Zalia, si kreu i propagandës e ideologjisë në ato vite, ishte pikërisht njeriu që shkruante justifikimin teorik për një fushat të tillë, duke e quajtur luftën kundër fesë, hapi domosdoshëm drejt asaj që propaganda e kohës e quante njeriu i ri socialist. Kështu atë natë të prillit, kur turma e Shkodrës u mblodh para ndërtesës së partisë, ajo nuk po kërkonte thjesht respektimin e një rezultati zgjedhor. Ajo po kërkonte logari për dekada të tëra dhembje të heshtur, dhembje që kishte prekur pothuajse çdo familje të qytetit, qoftë përmes një kishe të mbyllur, qoftë përmes një të afërmit të internuar apo të pushkatuar. Por rezultati zyrtar, i shpallur nga autoritetet lokale të Partisë së Punës, ende në kontroll të aparatit administrativ, u prit me dyshim të thellë nga banorët. Thasathemet për manipulim dhe falsifikim u përhapën shpejt në rrugët e qytetit, duke ndezur një zjarr zemërimi që kishte pritur dekada të tëra për të shpërthyer. Mbrëmjen e së parës prillit, një turmë e vlerësuar në rreth 30.000 njerëz u mblodh rreth ndërtesës së Komitetit të Partisë së Punës në qendër të Shkodrës, duke kërkuar me britma që zyrtarët komunistë brenda saj të largoheshin një herë për gjithmonë nga qyteti. Tensioni u rritej orë pas ore, ndërsa brenda ndërtesës, të rrethuar dhe të friksuar, qëndronin njerëz që deri para pak muajsh kishin qenë të padiskutueshëm në pushtetin e tyre lokal dhe që tani shihnin turmën si një valë që kërcënonte t'i përpinte. Natën ra e ftohtë mbi Shkodër, por askush nuk u largua nga sheshi. Forcat e rendit u vendosën rreth ndërtesës, të armatosura, të nervozuara, duke parë turmën që nuk pranonte të tërhiqej. Dikush brenda asaj turme ndoshta kujtoi prindërit ose gjyshërit e vet, të internuar dikur në Tepelen anë ndonjë kamp tjetër. Dikush tjetër ndoshta mendoi për vëlain që kishte humbur jetën duke provuar të kalonte kufirin drejt lirisë. Dhe në zyrat e mbyllura të Tiranës, larg nga ai shesh që po zihente, Rami Zalia priste lajme, duke ditur ndoshta, ose ndoshta jo, se çfarë do të ndodhte të nesërmen në qytetin ku vetë ai kishte parë dritën e diellit për herë të parë. A mund të ndalonte ai atë çka ishte gati të ndodhte? Dhe edhe sikur ta mund të dinte, a do ta kishte ndalur? Mëngjesi i 2 prillit erdhi i ftohtë mbi Shkodër, me një qiell gri që dukej sikur po priste diçka. Turma që kishte kaluar gjithë natën përpara ndërtesës së Komitetit të Partisë së Punës nuk ishte tërhequr. Përkundrazi, gjatë orëve të para të asaj dite numri i njerëzve ishte rritur edhe më shumë, ndërsa lajmi për protestën ishte përhapur nga lagja në lagje, nga fshati në qytet. Zërat kërkonin të njëjtën gjë që kishin kërkuar që nga mbrëmja e mëparshme: largimin e menjëhershëm të zyrtarëve komunistë nga ndërtesa, njohjen e vullnetit të qartë të popullit të Shkodrës, respektimin e asaj që qyteti kishte votuar vetëm 2 ditë më parë. Por brenda ndërtesës së rrethuar, zyrtarët nuk kishin ndërmend të largoheshin kaq lehtë, dhe jashtë saj, forcat e rendit qëndronin në pozicion, me armë të ngarkuara, duke parë një turmë që rritej minutë pas minute dhe që refuzonte të tërhiqej. Askush sot nuk mund të thotë me plot siguri se cili ishte plumbi i parë apo se kush e lëshoi atë. Dëshmitarët e asaj dite tregojnë versione që ndryshojnë në detaje, por bashkohen në një pikë. Në një moment të caktuar të asaj pasditeje, në mes të një turme që numëronte 10 mijëra njerëz, filluan të shtëna armësh. Disa dëshmitar flasin për të shtëna që erdhen nga brenda ndërtesës së rrethuar, të tjerë përmendin praninën se forcave të posaçme të ardhura nga jashtë qytetit. Çfarëdo që ndodhi vërtet në ato çaste kaosi, rezultati ishte i pakthyeshëm. Kur zhurma e armëve pushoi, 4 të rinj shqiptar shtriheshin pa jetë mbi kaldrëmin e qytetit, dhe 10 të tjerë, sipas disa dëshmish madje afër 100-s, mbanin plagë që do t'i shoqëronin pjesën tjetër të jetës së tyre. Emrat e 4 të rinjve që humbën jetën atë ditë mbeten të gdhendur më vonë në kujtesën e qytetit. Arben Broci, vetëm 24 vjeç, kryetari degës vendore të Partisë Demokratike, i cili sipas dëshmive të mëvonshme u godi teksa përpiqej t'i qetësonte demonstruesit dhe t'i largonte nga zona më e rrezikshme. Bujar Bishanaku, Nazmi Kryexhiu dhe Besnik Ceka. 4 emra, 4 familje shkodrane që brenda pak sekondash humbën një djalë, një vëlla, dikë që deri atë mëngjes kishte pasur para vetes një jetë të tërë. Në ditët që pasuan, qyteti i mbyllur nga zia dhe nga tmerri i papritur i organizoi varrimet e tyre me një dinjitet të heshtur,
ndërsa mijëra shkodran të tjerë ecnin pas arkivoleve në një heshtje aq të thellë sa dëgjohej vetëm zhurma e hapave mbi kaldrëm. Vite më vonë, njëri prej të pranishmëve në atë turm, një burr i quajtur Tanush Muleti, do të tregonte për herë të parë publikisht në një dëshmi të rrallë e të hollësishme se çfarë kishte parë, dëgjuar dhe prekur me duart e veta atë ditë, prej çastit kur turma u mblodh e deri tek çastet e para të kaosit kur trupat e të parëve të rënë u ngritën nga toka me zbritmash dhe vrapimi të përgjithshëm. Dëshmi të tilla, të mbledhura dekada më vonë nga gazetare hudhëmtues të historisë, mbetën për shumë kohë vetmja rrugë përmes së cilës publiku i gjerë mund të rindërtonte atë çka kishte ndodhur vërtet në ato orë, sepse dokumentacioni zyrtar i kohës, kur ekzistonte fare, ishte i cunguar, i njanshëm dhe, siç do të zbulohej më vonë, pjesërisht i azgjësuar qëllimisht. Kur historia zyrtare hesht, janë zërat e mbijetuarve, ata që mbushin boshllëkun, edhe pse asnjë prej tyre, sado i sinqert, nuk mund të zëvendësoj plotësisht atë çka vetëm arkivat e plota do të kishin mundur ta tregojnë. Lajmi për masakrin e Shkodrës arriti shpejt në Tiranë dhe më pas edhe në agjencitë ndërkombëtare të lajmeve, duke krijuar një valë zemërimi që qeveria e Rami Salis nuk mund të injoronte. Më 5 prill, autoritetet njoftuan hapjen e një hetimi zyrtar mbi ngjarjet e Shkodrës. Disa zyrtarë lokal të Partisë së Punës u shkarkuan menjëherë nga postet e tyre, në një përpjekje të dukshme për të treguar se dikush po merrte përgjegjësi. Por për familjet e 4 të vrarve dhe për të gjithë Partinë Demokratike të porsalindur, ky hetim dukej i shpejt, sipërfaqësor, i menduar më shumë për të qetësuar opinionin publik ndërkombëtar sesa për të zbuluar vërtet të vërtetën. Kur më 15 prill u mblodh për herë të parë parlamenti i sapo zgjedhur, deputetët e Partisë Demokratike bojkotuan seancën, duke deklaruar hapur se nuk do të merrnin pjesë në asnjë proces politik, përpara se autoritetet të tregonin qartë se kush mbante përgjegjësinë për vdekjen e 4 djemve të Shkodrës. Kjo pyetje në thelb nuk mori kurrë një përgjigje të plotë publike, as në ato ditë të vitit 1991, as më vonë. 4 të rinj të Shkodrës nuk u harruan nga qyteti i tyre, edhe pse shteti shqiptar vazhdoi për shumë kohë të mos u jepte atyre drejtsinë e plotë që familjet kërkonin. Çdo vit, në përvjetorin e ditës Kurran, banor të qytetit, veteran të Partisë Demokratike dhe njerëz të thjeshtë që kujtonin ende britmate asaj pasditeje, mblidheshin për të përkulur para plakave përkujtimore të ngritura në kujtim të tyre, duke i quajtur dëshmorët e 2 prillit. Ky ritual heshtjeje dhe kujtese, i përsëritur vit pas viti, tregonte diçka që asnjë deklaratë zyrtare nuk mund ta zbejë, se koha mund të zbejë tituj e karriera, mund të fshijë statuja e emra rrugësh, por rrallëherë fshin kujtesën e një nëne që humbi djalin, apo të një qyteti të tërë që u godit në zemër, pikërisht në ditën kur mendonte se më në fund po fitonte lirinë. Ndërkohë në pjesën tjetër të botës, imazhi që po ndërtohej për Ramiz Alin ishte krejt tjetër. Gazetat perëndimore, të mahnitura nga fakti që Shqipëria, vendi më i izoluar i Evropës, po lëvizte drejt demokracisë pa u zhytur në një luftë civile si fqinjet jugoslav, apo pa u përmbysur me dhunë si në Rumani, e portretizuan Alin si një reformator të matur, si njeriu që kishte ditur të lëshonte pushtetin me kokë freskësi e me përgjegjësi. Ky ishte imazhi që udhëtonte në përfaqet e para të gazetave të mëdha ndërkombëtare. Por ai imazh, i ndërtuar kryesisht rreth simbolikës së fuqishme të statuisë së rrëzuar në Tiranë, linte jashtë kuadrit 4 arkivole në Shkodër dhe 4 të tjerë të vdekur pranë Akademisë Ushtarake në kryeqytet. 2 fytyra të njëjtit moment historik, njëra e treguar botës, tjetra e fshehur me kujdes nënta. Cila prej tyre ishte më e vërtet? Vetëm vite më vonë, kur historianë e gazetarë të huaj filluan të rishikonin me kujdes më të madh ngjarjet e atij viti të jashtëzakonshëm 1991, narrativa filestare e kalimit pa gjak filloi të plotësohej me nuanca që raportimi i shpejtë i kohës i kishte lënë më njan. Disa prej këtyre punimeve të mëvonshme vunë në dukje se numri i përgjithshëm i të vrarëve gjatë muajve të tranzicionit shqiptar, duke përfshirë Tiranën, Shkodrën dhe disa incidente më të vogla në qytete të tjera, ishte më i lartë se sa kishte lënë të kuptohej mbulimi filestar mediatik, i cili kishte qenë i fokusuar pothuajse tërësisht te imazhi i fuqishëm e lehtësisht i transmetueshëm i statuis që binte. Kjo nuk e zhvlerëson faktin real dhe të rëndësishëm se Shqipëria shmangu një luftë civile të hapur, siç ndodhi në Jugosllavinë fqinje, por tregon se magjja dhe historitë e suksesit të tranzicionit postkomunist kanë shtresat e tyre të errëta.
shtresa që dalin në dritë vetëm kur dikush pranon të gërmoj përtej titulit të parë të gazetës. Kjo dyfityrësi e narrativës nuk ishte thjesht rezultati i pavëmendjes së gazetarëve të huaj, ishte, të paktën pjesërisht, edhe rezultati një përpjekje të vetë shtetit shqiptar për të kontrolluar rrëfimin. Ministrit e brendshme dërguan komunikata të kujdesshme drejt ambasadave dhe agjencive të huaja, duke theksuar kalimin paqësor të pushtetit dhe duke minimizuar ngjarjet e Shkodrës si incidente të izoluara të shkaktuara nga element provokues. Fjala provokues, e njëjta fjalë që dekada më parë përdorej për të justifikuar internimin e mijëra familjeve, tani përdorej për të shpjeguar vdekjen e 4 të rinjve në qytetin e vet të lindjes së kreut të shtetit. Gjuha e sistemit të vjetër në thelb mbeti e gjallë edhe në ditët kur ai sistem po binte cop-cop. Ndërsa Ramiz Alia priste gjatë atyre javëve delegacione të huaja në salonet e ngrohta të Palatit Presidencial, duke dëgjuar përgëzime diplomatike për urtësinë e tij politike, në Shkodër nëna e Arben Brocit ndiste çdo mbrëmje një qirri para fotografisë së djalit të vrarë, ndërsa familjet e 3 viktimave të tjera mësoheshin ngadalë të jetonin me një zbrazëti që asnjë deklaratë zyrtare nuk mund ta mbushte. Kjo ishte fytyra e dyfishte e atyre muajve: lart, buzëqeshje diplomatike dhe fjalë të matura për histori; poshtë, 14 familje, 4 në Shkodër e 4 në Tiranë, që numëronin ditët pa përgjigje. Dhe ndërsa muajt kalonin, Ramiz Alia vet dukej gjithnjë më i izoluar brenda rrethit të tij të ngushtë, gjithnjë më i pasigurt se kujt mund t'i besonte plotësisht. A ishin komandantët e forcave të rendit që kishin vepruar sipas urdhrave të tij të drejtë për drejtë, apo kishin vepruar vet duke përdorur kaosin e atyre javëve për të shlyer llogaritë të vjetra dhe për t'i vënë më pas fajin atij? Bashkëpunëtorët e afërt të asaj periudhe kujtojnë se ai filloi të bëhej gjithnjë më i heshtur në mbledhjet e biros politike, gjithnjë më i kursyer me fjalët, sikur çdo deklaratë e tij mund të kthehej më vonë kundër tij si provë. A ishte kjo heshtje shenjë pafajësie e druajtur, apo ishte heshtje e dikujt që e dinte fort mirë se çfarë kishte lejuar të ndodhte? Sa larg shkonte kjo prirje për të fshehur, për të zbutur, për të zhvendosur fajin? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje duhet parë sërish drejt arkivave të shtetit shqiptar. Arkiva që sipas shumë dëshmish të mbledhura më vonë nga hulumtuese gazetar, pësuan në ato muaj të fundit të regjimit një shkatërrim sistematik. Dokumente mbi vendimet e internimit, mbi urdhrat e ekzekutimit, mbi identitetin e informatorëve të sigurimit, u dogjen ose u zhdukën në ditë net të veçanta, ndërsa vetë sistemi ndjente afrimin e fundit. Kush dha urdhërim për atë shkatërim? Kush vendosi se cilat dosie duhet të mbijetonin dhe cilat duhet të ktheheshin në hi? Këto pyetje mbeten pjesërisht pa përgjigje, edhe pas viteve 90, duke lënë hetuesit e mëvonshëm të ndërtonin çështjet e tyre penale mbi një bazë dokumentare të cunguar, plot vrima, plot heshtje. Por edhe pa arkivat e humbura, ajo çka mbeti e njohur mbi shtrirjen e sistemit të dënimeve shqiptare ishte mjaftueshme për të trënditur çdo që e shqyrtonte me kujdes. Larg nga Tepelena, në veri të vendit, në një zonë malore e izoluar, ekzistonte një burg tjetër që u bë simboli vetë gërsisë së regjimit, kampi i punës së detyruar në Spaq, i ngritur në vitin 1968, pra një minjere Bakri e Piriti. Ati të burgosur, shumë prej tyre intelektual, klerik apo thjesht njerëz që kishin thënë një fjalë të gabuar, detyroheshin të punonin në kushte njerëzore thellë nën tokë. Në 21 maj të vitit 1973, diçka e jashtëzakonshme ndodhi atje. Një grup i të burgosurve u ngrit kundër rojeve, mori përkohësisht kontrollin e kampit dhe ngriti mbi të flamullin kombëtar shqiptar, por pa ilin komunist në mes, si simboli një Shqipërie të lirë nga ideologjia që e mbante robruar. Kryengritja zgjati 2 ditë para se rojet, duke prerë ushqimin dhe ujin, ta detyronin turmën e të burgosurve të dorëzohej. 4 prej udhëheqësve të kryengritjes u ekzekutuan menjëherë pas kësaj, ndërsa afër 100 të burgosurve të tjerë morën gjithsej mbi 1400 vjet burgim shtesë, shpërndar mes tyre si një dënim kolektiv për guximin e treguar. Jo shumë larg nga Spaci, në një tjetër cep të Malësisë Veriore, ngrihej burgu i Burrelit, i konsideruar prej shumë historianësh si më i ashpri të gjithë sistemit penitenciar shqiptar, vendi ku dërgoheshin të burgosurit politik të konsideruar më të rrezikshëm, pra pikërisht intelektualët, ish-zyrtarët e regjimeve parakomuniste dhe ata që kishin guxuar të flisnin hapur kundër udhëheqjes. Kushtet aty, sipas dëshmive të mbijetuarve, ishin po aq njerëzore sa në Spac,
me racione ushqimore minimale, dënime shtesë për shkeljet më të vogla dhe një regjim izolimi që synonte të tyjente jo vetëm trupin, por edhe shpirtin e të burgosurit. Ironia e hidhur e historisë shqiptare deshi që vetëm pak vite më vonë, disa nga vetë arkitektet e këtij sistemi ndëshkues të gjendeshin të paktën për një kohë në anën tjetër të njëjtave hekura që kishin ndërtuar për të tjerët. E veçanta më e egër e sistemit shqiptar të ndëshkimit, krahasuar edhe me vetë modelin sovjetik, nga i cili ishte frymzuar fillimisht, ishte natyra e tij shpesh shumë brezëshe. Nuk ndëshkoi vetëm personi i konsideruar armik, por gjithë familja e tij, përfshirë fëmijët e ende të palindur në kohën e fajit origjinal. Një grua apo burr mund të lindte pas dyert e një kampi interinimi vetëm për t'i lënë fëmijët e vet, e më vonë edhe niprit, të trashëgonin të njëjtën stigmë ligjore, të njëjtin ndalim për të studiuar në universitet, për të punuar në poste të ndjeshme, apo thjesht për të martuar lirisht me çdo që dëshironin. Kjo klasifikim sipas biografisë krijoi brenda një shoqërie prej pak milionësh kasta të padukshme por të pashmangshme, të cilat vazhduan të ndikonin në jetën e njerëzve edhe dekada pasi vetë krimi filestar, shpesh një pronë e dikushme apo një lidhje familjare kishte humbur çdo kuptim praktik. Sa breza shqiptarësh lindën tashmë të dënuar, pa pasur kur mundësinë të dinin pse. Ngjarja e Spaçit tregon diçka thelbësore për natyrën e vetë sistemit që Rami Zalia ndihmoi të administronte gjatë gjithë karrierës së tij. Çdo shenjë rezistance, sado e vogël, përballej me një përgjigje disproporcionalisht të ashpër, e menduar për të shërbyer si paralajmërim për çdo tjetër që mund të mendonte të bënte të njëjtën gjë. E njëjta logjik frike qëndronte edhe pas kufive të vendit, ku për dekada të tëra u zbatua në heshtje një politikë zyrtare heshtadzje e njohur, por rrallë e pranuar publikisht. Qelo për të vrarë kundër kujtdo që përpiqej të kalonte kufirin pa leje. Vetëm gjatë vitit 1990, në vitin e fundit të plot të pushtetit të Alis, sipas listave të përpiluara më vonë nga hulumtues shqiptar, të paktën 33 shqiptar u vranë pranë kufive të vendit. Shumica prej tyre të rinj në fillim të 20-tave dhe pothuajse të gjithë të vrarë pas muajit maj të atij viti, kur presioni për të ikur ishte bërë më i madh se kurrë. Një prej rasteve më prekse të asaj periudhe ndodhi më 19 dhjetor të vitit 1990, ku roje kufitare shqiptare qelluan mbi një grup njerëzish që përpiqeshin të largoheshin me varg përgjatë lumit Buna, drejt bregut Fqinj. 5 veta humbën jetën atë natë, mes tyre edhe një vajzë vetëm 11 vjeçe, trupat e së cilës, sipas dëshmive, u zhdukën në ujërat e errta të lumit dhe nuk u gjetën kurrë plotësisht. Kjo ndodhi vetëm 8 ditë pasi i njëjti regjim kishte njoftuar publikisht fundin e sistemit të partisë së vetme dhe fillimin e pluralizmit politik, dhe vetëm 2 muaj përpara se e njëjta qeveri të lejonte rrëzimin e statujës së Enver Hoxhës në sheshin qendror të Tiranës, duke u paraqitur para botës si arkitekte e një kalimi paqësor drejt demokracisë. Si mund të bashkëtojnë brenda së njëjtit muaj dhjetor fjala zyrtare për pluralizëm e liri dhe urdhri i heshtur për të qelluar mbi një vajzë 11 vjeçare që kërkonte thjesht të kalonte një lumë drejt një jete tjetër? Kjo është pyetja që historianët e drejtësisë tranzicionale shqiptare ende përpiqen ta shpjegojnë sot. Deri në fund të vitit 1990, numri i përgjithshëm i njerëzve që kishin kaluar nëpër kampe interinimi, burgje politike, apo që kishin humbur jetën gjatë 45 vjetëve të regjimit komunist shqiptar, arrinte shifra që tronditin edhe sot. Mbi 100.000 të internuar, 20.000 të burgosur për arsye politike dhe rreth 6.000 të ekzekutuar apo të zhdukur. Të gjitha këto brenda një populli që në asnjë moment nuk ishte kaluar 3 milion banor. Kjo do të thoshte, në terma të thjesht, se pothuajse çdo familje e katërt shqiptare kishte njohur në një formë a në një tjetër dorën e drejt për drejt të atij sistemi dënimesh. Dhe në krye të atij sistemi, në momentet e tij të fundit, qëndronte pikërisht njeriu që tani, në salën e ftohtë të gjyqit të Tiranës, dëgjonte fjalën gjenocid të shqiptuar kundër tij. A ishte i drejt ky akuzim? Apo ishte, siç do të pretendonin më vonë mbrojtësit e tij, një përpjekje për ta ngarkuar një njeri të vetëm me peshën e një sistemi të tërë që kishte pasur mijëra duar, jo vetëm 2. Por përpara se ai të dëgjonte fjalën gjenocid, Rami Zalia kishte njohur tashmë një herë të parë shijen e bankës së të akuzuarve. Në pranverën e vitit 1994, ai u ul krah për krah me 9 ish zyrtar të tjerë të lartë të regjimit të rrëzuar, mes tyre ish kryeministri gjatkohor Adil Çarçani, ish zëvendëskryeministri Manush Miftiu dhe ish nënkretarja Rita Marko, të
të gjithë të akuzuar për shpërdorim detyre dhe përvetësim fonde shtetërore. Ai që dikur kishte qenë njeriu më i fuqishëm në një kombi të tërë, tani përgjigjej para një gjyqtari për çështje financiare, teksa jashtë sales gazetarë të vendeve që para pak vitesh do të mos kishin guxuar as ta shqiptonin emrin e tij me zë të lartë e fotografonin nga çdo kënd të mundshëm. Më 2 korrik të po atij viti, gjykata e shpali fajtor dhe e dënoi me 9 vjet burgim. Vetëm muaj më vonë, një gjykat apeli ja uli dënimin në 5 vjet, dhe në vitin 1995, sipas dispozitave të një kodi të ri penal, ai u lirua përfundimisht nga burgu. E gjithë kjo procedurë, me shpejtësinë e saj dhe me uljen e një pasnjeshme të dënimeve, u bë objekt taljeje e hidhur në shtypin shqiptar të kohës. Gazeta të ndryshme, sidomos ato të lidhura me shoqatat e të përndjekurve politik, botonin çdo javë lista të gjata me emra njerëzish të ekzekutuar apo të vdekur në burgje gjatë regjimit të mëparshëm, eshtrat e të cilëve familjet nuk i kishin gjetur kurrë. Krahasimi ishte i pashmangshëm dhe therrës. 10 mijëra njerëz kishin humbur vite të tëra të jetës së tyre, ose vetë jetën, brenda një sistemi që Ramiz Alia dhe të tjerët si ai e kishin administruar për dekada, ndërsa vetë ata, të gjykuar për shifra financiare krahasimisht modeste, po e shlyenin borxhin e tyre me vetëm pak vite burgu, disa prej të cilëve as nuk arritën t'i vuanin plotësisht. 20 vet, gjithsej, u dënuan në ato procese të para me një total prej 130 vjetësh burgim dhe një gjop prej 3 milion lekësh, por thuajse të gjithë prej tyre u liruan brenda pak vitesh nga dënimi filestar. Në salën e gjyqit të vitit 1994, linja e mbrojtjes që Ramiz Alia dhe bashkë të akuzuarit e tij zgjodhen të ndiqnin ishte, në thelb, gjithmonë e njëjta. Askush prej tyre, pretendonin ata, nuk kishte vepruar si individi vetëm, por si pjesë e një organi kolektiv vendimmarrës, biroja politike, ku çdo vendim, sipas parimit të centralizmit demokratik të trashëguar nga doktrina leniniste, merrej me konsensus dhe barinte përgjegjësi kolektive, jo individuale. Nëse gjithçka ishte vendosur kolektivisht, argumentonin avokatët e tyre, atëherë si mund të ngarkohej me faj penal vetëm një person, apo një grup i vogël prej tyre, ndërsa qindra e mijëra funksionarë të tjerë të njëjtit sistem, që kishin zbatuar në terren po ato vendime, mbeten krejtësisht jashtë çdo procesi gjyqësor. Ishte një argument i vështirë për të kundërshtuar plotësisht, sepse prekte diçka të vërtetë mbi natyrën e vet totalitarizmit. Fuqinë e tij për ta shpërndarë përgjegjësinë kaq gjerësisht sa askush në fund të mos dihet plotësisht fajtor. E megjithatë, dikush duhej të ulej në atë bank, dhe historia zgjodhi ata që kishin qëndruar më gjatë e më lartë se të gjithë të tjerët. Paralelisht në këtë proces, një tjetër figurë e njohur e regjimit të vjetër po përbalej me akuza të ngjashme. Neçmie Hoxha, e veja e Enver Hoxhës, e arrestuar që më 4 dhjetor të vitit 1991, vetëm 9 muaj pas zgjedhjeve të para pluraliste. Ajo u akuzua për keqpërdorim detyre dhe përvetësim fondesh gjatë periudhës midis viteve 1985 dhe 1990, pas një auditimi financiar që zbuloi rreth 15 milion dolar të përvetësuar përmes një drejtërie shtetërore krijuar posaçërisht për të siguruar zyrtarëve të lartë të partisë një jetesë të privilegjuar, e panjohur për popullinë e thjeshtë. Ajo vetë u dënua fillimisht me 9 vjet burgim, dënim që gjykata e apelit i arriti më vonë në 11 vjet, një nga rastet e pakta kur një apel e ashpërsoi dënimin në vend që ta zbuste. E burgosur fillimisht pikërisht në Tepelen, në të njëjtin kompleks që dekada më parë kishte qenë vari gjallë për qindra fëmijë të internuar dhe më pas e transferuar në një burg në Tiranë, Neçmie Hoxha u lirua më 10 janar të vitit 1997 në moshën 76 vjeç. Ajo nuk u përball kurrë me një gjyqtar, shkroi disa libra kujtimesh në vitet që erdhën, por nuk shprehu kurrë në asnjërin prej tyre ndonjë pendim apo kërkim ndjese për viktimat e regjimit që kishte ndihmuar ta udhëhiqte. Ironia se pikërisht Tepelena, kampi ku kishin vdekur qindra fëmijë armiq të popullit, u bë tani vendi ku dërgohej gruaja e vet udhëheqësit që kishte urdhëruar krijimin e atij sistemi klasifikimesh, nuk kaloi pa u vënë re. Disa e pan atë si një formë poetike drejtësie, si rrotën e historisë që kthehej plotësisht. Të tjerë e pan thjesht si simbolik boshe, pa peshë të vërtet ligjore, e cila nuk i kthente asnjë prej fëmijëve të vdekur atje familjeve të tyre dhe nuk ndryshonte asgjë në shifrat e mëdha të vuajtjes kombëtare. Cila nga këto dy këndvështrime është më afër së vërtetës? Kjo varet ndoshta nga se çfarë pret dikush prej drejtësisë, një gjest simbolik
apo një llogari të plot e të pamëshirshme. Vitet e burgut e ndryshuan fizikisht Ramiz Zalin në një mënyrë që as vetë propaganda e tij dikur kaq e fuqishme nuk do të kishte mundur ta fshishte. Fotografitë e tij nga salat e gjyqit, të krahasuara me ato të viteve të 80 kur qëndronte i drejtë e madhështor mbi tribunën e parakalimeve ushtarake, tregojnë një njerëz që dukej dukshëm më i vjetër se mosha e tij reale, me shpatula të përkudura, me lëkurë të tërhequr mbi fytyrë, me një shikim që kishte humbur atë siguri të ftohtë të llogaritse që e kishte karakterizuar për dekada. Ata që e vizituan në atë periudhë përshkruajnë një burg që flinte pak, që mezi hante dhe që kalonte orë të tëra në heshtje, sikur po numëronte në mendje çdo vendim që kishte marrë gjatë gjithë karrierës së tij, duke u përpjekur ndoshta të gjente pikën e saktë ku gjithçka kishte filluar të shkonte keq. A ishte kjo pendim i vonuar, apo ishte thjesht lodhja e trupit të një njeriu që po plakej para kohe, i shtypur nga pesha e vet historisë që kishte ndihmuar ta shkruante? Qelia kur Ramiz Zalia kaloi ato muaj të para të burgjimit, nuk ishte asgjë nga rehatia e zyrave presidenciale ku kishte kaluar dekadën e mëparshme. Ishte një dhomë ngushtë, me një dritare të vogël të mbrojtur me hekura, me një shtrat metalik dhe një tavolinë të thjeshtë ku, sipas atyre që patën mundësi ta vizitonin, ai kalonte orë të tëra duke shkruar shënime që askush nuk i pa kurrë të plota. Ushqimi ishte i njëjti që merrnin gjithë të burgosurit e tjerë, racione modeste që nuk kishin asnjë lidhje me privilegjet e dikurshme të biros politike. Dikur njeriu që kishte vendosur për buxhetin e një kombi të tërë, tani duhej të pyeste rojet për orarin e daljes në ajër të pastër. Ky kontrast midis palatit dhe qelisë, midis parakalimeve ushtarake dhe korridoreve të burgut, u bë vetë ai një lloj simboli publik, i përdorur gjerësisht në media e re shqiptare për të treguar popullit se, të paktën në pamje të jashtme, epoka e paprekshmërisë kishte marrë fund. Zhvillimet e këtij gjyqi të dytë u ndoqën nga afër edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Raportet vjetore mbi të drejtat e njeriut të publikuara nga Departamenti Amerikan i Shtetit për vitet 1996 dhe 1997 i kushtuan hapësirë të konsiderueshme rrjedhës së procesit, duke dokumentuar me kujdes çdo akuzë të re të shtuar gjatë hetimit paraprak, nga internimet e kampeve, tek vrasjet në kufi e tek ngjarjet e Tiranës dhe të Shkodrës. Organizata të tjera ndërkombëtare të drejtave të njeriut ndoqën gjithashtu procesin, disa prej tyre duke shprehur shqetësim për kushtet në të cilat po zhvillohej hetimi, për të drejtat e mbrojtjes së të akuzuarve dhe për vetë bazueshmërinë juridike të disa prej akuzave më të rënda. Kjo vëmendje ndërkombëtare, sado e vlefshme për transparencën e procesit, nuk ndryshoi thelbësisht drejtimin që gjithçka do të merrte disa javë më vonë, kur vetë shteti shqiptar do të gjendej papritur në prag të shpërbërjes. Por qetësia relative e viteve 1995 dhe 1996, kur Ramiz Zalia dukej se po tërhiqej ngadalë drejt harresës publike pasi kishte shlyer dënimin e tij të parë, u thye befas me një shkurt të vitit 1996. Atë ditë ai u arrestua përsëri, por këtë herë akuzat nuk ishin të bënin më me para apo me abuzim detyre. Prokuroria e mbështetur nga një ligj i posaçëm i miratuar për të mundësuar ndjekjen penale të krimeve të regjimit komunist, e akuzoi atë për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Akuza që, siç e pam tashmë, u zgjeruan gjatë hetimit paraprak për të përfshirë internimin masiv, vrasjet në kufi, ngjarjet e 22 shkurtit në Tiranë dhe ato të 2 prillit në Shkodër. Ishte hera e parë në historinë e Ballkanit postkomunist që një ish kreu shteti përballej me akuza kaq të rënda ligjërisht, akuza që deri atëherë ishin dëgjuar kryesisht në kontekstin e gjyqeve ndërkombëtare për luftën në ish Jugosllavi. Ndërtimi i kësaj çështjeje penale nuk që as pak i lehtë për prokurorët e rinj shqiptar. Shumë prej dokumenteve që do të duheshin për të vërtetuar zinxhirin e komandës, urdhrat e saktë, firmat e vendimeve, ishin zhdukur ose shkatërruar gjatë muajve kaotik të tranzicionit, siç e treguam më herët. Kështu, hetuesit u detyruan të mbështeteshin gjerësisht mbi dëshmi gojore, mbi kujtesën e mbijetuarve të kampeve, mbi zhafimet e ish punonjësve të sigurimit që pranuan të flisnin në këmbim të dënimeve më të lehta dhe mbi fragmente dokumentesh që kishin mbijetuar rastësisht nëpër arkiva provinciale, larg syrit të atyre që kishin dashur t'i shkatërronin. Ishte në thelb një përpjekje për të rindërtuar një krim historik prej dekadash, duke përdorur vetëm copa të shpërndara të një padzli që dikush kishte përpjekur qëllimisht ta bënte të pasgjithshëm. Sa faqe u humbën përgjithmonë në ato zjarre të fundvitit 1990.
Askush nuk mundi kur ta thot me saktësi absolute, por vlerësimet e disa hulumtuesve flasin për mijëra dosje të zhdukura, secila me potencialin për të treguar një fragment tjetër të së vërtetës. Gjyki i ri kundër Ramiz Alis filloi zyrtarisht më 18 shkurt të vitit 1997, me të njëjtën salë të ftohtë gjyqi ku e nisëm këtë histori. Krahasti në të njëjtën valë procesesh penale u gjendën edhe figura të tjera të vjetra të regjimit, mes tyre Haxhel Leshi, ish kreu i presidiumit të Kuvendit Popullor, personi që Alia vetë kishte zëvendësuar në atë postë në vitin 1982, dhe i njëjti Manush Miftiu që kishte qenë i akuzuar edhe në procesin e parë financiar. Në një proces paralel të lidhur ngushtë me këtë, 15 ish zyrtar të tjerë të lartë u dënuan po në vitin 1996 për akuzat të ngjashme gjenocidi. 3 prej tyre në mungesë, pasi kishin arritur të largoheshin nga vendi përpara arrestimit. Pavarësisht nga dobësitë e tij procedurale dhe nga fundi i papërfunduar që do të njihte, gjyqi i vitit 1997 soli diçka që asnjë proces tjetër shqiptar nuk kishte sjellë deri atëherë. Dëshmi publike të dëgjuara në një salë gjyqi të hapur, të njerëzve që kishin bijetuar vetë kampet e internimit dhe që tani, për herë të parë në jetën e tyre, mund të flisnin pa frikë për atë çka kishin duruar. Ishte internuar, tashmë të moshuar, u ulen para gjykatës për të treguar historinë e barrakave, të urisë, të dimrave pa ngrohje dhe të fëmijëve që nuk mbijetonin. Për ta, pavarësisht nga fati final i vetë procesit gjyqësor, thjesht fakti i të qenit dëgjuar publikisht pas dekadash e shtjeje të detyruar, kishte tashmë një vlerë që asnjë verdikt i mëvonshëm apo mungesa e tij nuk mund ta zhbënte plotësisht. A mund të quhet e kotë një dëshmi që ndryshoi të paktën kujtesën publike, edhe nëse nuk arriti kur të prodhonte dënimin ligjor që dëshmitari shpresonte? Ishte pikërisht në këtë pikë, me salla gjyqi të mbushura me pleq të dikushëm të gjithfuqishëm, tani të dobët të friksuar, që lind pyetja më e vështirë gjithë kësaj historie. Cili ishte krye dashuri i vërtet i asaj tragjedie kombëtare, personi apo grupi që përfitoi më shumë nga e gjithë kjo dramë ligjore? A ishte thjesht drejtësia ajo që kërkohej, apo procesi kishte edhe një funksion tjetër, më pak fisnik? Qeveria e re demokratike, e udhëhequr nga Sali Berisha, kishte nevojë të dëshmonte, si brenda vendit ashtu edhe para botës perëndimore që po e vëzhgonte nga afër, se po e linte përfundimisht pas krahave të kaluarën komuniste. Gjyqet spektakolare kundër figurave si Alia dhe Neshmije Hoxha i shërbenin në mënyrë të përsosur këtij qëllimi politik, pavarësisht nëse rezultati përfundimtar do të ishte drejtësi e vërtet apo thjesht teatër ligjor. Ndërkohë mjera ish punonjës të nivelit të mesëm e të ulët të sigurimit, ata që kishin ekzekutuar në terren urdhrat e përditshëm të ndjekjes, të përgjimit dhe të dënimit, vazhduan jetën e tyre pothuajse pa u prekur, të fshehur mes popullsisë, kur të thirrur për të dhënë llogari publikisht. A nuk ishte kjo në fund të fundit forma më e përsosur e pandëshkueshmërisë, të lësh majën e piramidës të përbalet vetëm publikisht, ndërsa themeli i saj vërtet mbetet përgjithmonë i padukshëm dhe i patrazuar? Rasti i Ramiz Alis nuk ishte në fakt aq i veçantë sa mund të duket parë vetëm në kontekstin shqiptar. Në të njëjtën periudhë, në anën tjetër të ish perdes së hekurt, një histori paralele e habitshme në ngjashmërinë e saj po zhvillohej në Gjermani. Erich Honecker, ish udhëheqësi i Gjermanisë lindore, u akuzua për vrasje në lidhje me urdhrin e qëllimit mbi qytetarët që përpiqeshin të kalonin murin e Berlinit, një akuzë me thelb të njëjtë me atë të vrasjeve në kufi që i ngarkoheshin edhe Alis. Gjyqi i tij filloi në vitin 1992, por u ndërprer vetëm një vit më vonë, jo për shkak të kaosit shtetëror si në Shqipëri, por për shkak të një kanceri terminal të mëlçisë që Honecker i vuante. Ai u lirua nga burgu për arsye humanitare dhe fluturoi drejt Kilit ku vdiq në mërgjim, pa u dënuar kurrë përfundimisht. 2 udhëheqës, 2 sisteme totalitare të ngjashme, 2 akuza për gjak të derdhur në kufi apo në sheshe publike, dhe në të dyja rastet i njëjti fund, asnjë verdikt final, vetëm rrethanat e jashtme, sëmundje në njërin rast, anarki në tjetrin, që e ncoren historinë nga duart e vetë gjykatave. A tregon kjo diçka mbi natyrën e vetë drejtësisë tranzicionale në përgjithësi? A të ndjenjë të përsëritur në gjithë Evropën lindore, se koha dhe rrethanat, jo gjyqtarët, janë ata që përfundimisht vendosin fatin e ish udhëheqësve komunistë? Kritik të shumë të drejtësisë tranzicionale shqiptare, si brenda vendit, ashtu edhe në organizata ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, ngritën shqetësime serioze mbi vetë natyrën e këtyre gjyqeve.
Disa vunë në pikpyetje aplikimin prapaveprues të akuzës së gjenocidit, duke argumentuar se një koncept ligjor kaq i rënd nuk mund të përdoret në mënyrë retroaktive pa qenuar parime themelore të një procesi të drejtë. Të tjerë theksuan kushtet e vështira në të cilat po zhvilloheshin këto procese, me një vend ku institucionet e reja demokratike ende ishin të brishta, ku presioni populor për hakmarrje ishte i madh dhe ku vetë objektiviteti i gjykatave mund të vihej lehtësisht në dyshim. A mund të flitet për drejtësi të vërtetë kur vetë procesi lind nga një klim zemërimi kaq të madh sa mund të mjeguloj kufirin midis drejtësisë dhe hakmarrjes? Ndërkohë në planin ekonomik e politik, vendi po tërhiqte gjithnjë më shumë vëmendjen dhe fondet e institucioneve financiare perëndimore të interesuara ta mbanin Shqipërinë të qëndrueshme si shembull suksesi të tranzicionit ballkanik. Kredi, ndihma humanitare dhe këshilltarë të huaj vërshuan drejt Tiranës, pavarësisht nga gjyqjet ende në zhvillim kundër ish udhëheqësve komunist. Kush përfitoi vërtet në kjo hapje e re drejt botës? Jo familjet e Shkodrës që ende prisnin përgjigje, as ishte internuarit që dilnin nga kampet me shëndet të shkatëruar e pas një kompensim real. Përfituesit e vërtet ishin shpesh figura të reja në skenën politike e financiare. Disa prej tyre me lidhje të errëta me vetë strukturat e vjetra të pushtetit, që dinin si të lëvizeshin shpejt në boshëllëkun institucional të krijuar nga rënia e sistemit të mëparshëm. Cui bono, pyesnin latinët e lashtë. Kujt i shërben kjo? Në Shqipërinë e mesit të viteve 90, përgjigjja e plotë e kësaj pyetje mbetet ende, pjesërisht e paqartë. Kjo pyetje do të merrte një përgjigje befasuese e të papritur, jo nga një gjykat, por nga një kolaps ekonomik që askush nuk e kishte parashikuar plotësisht. Një kolaps që do ta nxirrte Rami Zalin nga qelia e tij në mënyrën më të papritur të mundshme, dhe që do ta çonte edhe më larg, drejt një ikjeje që kujtonte, nëpër masa më të vogla, vetë kaosin që kishte përfshirë botën komuniste 6 vjet më parë. Në janar të vitit 1997, ndërsa gjyqi i dytë kundër Rami Zalis ende priste fillimin zyrtar, një shqetësim krejt tjetër filloi të përhapej nëpër shtëpitë shqiptare. Një shqetësim që brenda pak javësh do ta bënte fjalën gjenocid të dukej thuajse dytësore përballë asaj që po vinte. Miliona shqiptar kishin depozituar kursimet e tyre të gjithë jetës dhe shpesh edhe para të huazuara nga të afërm apo shitje shtëpishe tokash, në kompani që premtonin fitime mujore të pabesueshme, skema që ekonomistët i quajtën më vonë skema piramidale, por që për njeriu e thjesht ishin thjesht shpresa e vetme për të shpëtuar varfërisë së trashëguar nga dekadat e izolimit. Kur këto skema filluan të shembeshin njëra pas tjetrës, në janar e shkurtë atij viti, kursimet e një kombi të tërë u avulluan brenda ditësh, duke lënë pas vetëm zemërim, dëshpërim dhe një ndjenjë të thellë tradhtie ndaj vetë shtetit, që kishte lejuar një mashtrim të tillë të zhvillohej pa kontrol. Zemërimi popullor shpërtheu së pari në qytetet e jugut, atje ku skemat piramidale kishin pasur ndikimin më të madh, dhe brenda javësh u përhap në gjithë vendin, duke marrë përmasat e një kryengritjeje të vërtetë. Depo armësh të ushtrisë dhe të policisë u sulmuan e u zbrazën nga turma të tëra, dhe brenda pak ditësh, sipas vlerësimeve të kohës, qindra mijëra armë zbritën në duart e popullsisë civile. Institucionet e shtetit, ende të brishta pas 6 vitesh tranzicionit të vështirë, u shembën njëra pas tjetrës, si kalim çeletre përpara kësaj vale zemërimi. Policia braktisi postet e saj në shumë qytete, ushtria u shpërbë pjesëvisht, dhe burgjet, po ashtu, mbetën papritur pa roje, ndërsa vetë rojet, të friksuara për jetën e tyre dhe të pashpërblyera për javësh, zgjodhen të shpëtonin veten duke braktisur postet përpara se turmat e armatosura t'i arrinin. Ishte pikërisht në këtë kaos të papërmbajtur, në muajin mars të vitit 1997, kur dyert e burgut ku mbahej Rami Zalia u hapën, jo nga një vendim gjyqësor, jo nga një falje presidenciale, por thjesht sepse nuk kishte më njeri që t'i mbante të mbyllura. Së bashku me mijëra të burgosur të tjerë, disa prej tyre kriminal të rrezikshëm, të tjerë të dënuar padrejtësisht dhe disa, si vetë Alia, ende në pritje të një gjyqi që nuk kishte arritur të përfundonte, ishu dhe qësi i fundit komunist i Shqipërisë doli në liri në mes të një vendi që po dëgjej fjalë për fjalë nga brenda. Ka diçka thellësisht simbolike, gati të pabesueshme në këtë moment. Njeriu që kishte lejuar rrëzimin paqësor të një diktature 6 vjet më parë, tani gjente lirinë e tij personale fal të njëjtit lloj kaosi popullor,
të pakontroluar e të dhunshëm, që ai vetë kishte punuar gjithë jetën për ta shmangur. A ishte kjo ironi e hidhur e fatit, apo dëshmi se historia, kur i vjen koha, gjen gjithmonë mënyrën e vet për të mbyllur qarqet e veta të pambyllura? Askush nuk e di me siguri të plot se çfarë ndjeu Ramiz Alia në ato orë të para lirie të papritur, duke ecur në për rrugë ku zjarret digjeshin ende dhe ku të shtëna armësh dëgjoheshin pothuajse pa ndërprerë. A e ndjeu ai lehtësim, frikë për jetën e vet, tani që ishte një plak i moshuar 71 vjeç, pa mbrojtjen që dikur i ofronte pozicioni i tij, apo ndoshta një hidhrim i thellë duke parë vendin që kishte udhëhequr të kthehej në kaos 26 vjet pasi ai kishte premtuar të shpëtonte shqiptarëve pikërisht një skenar të tillë. Ata pak njerëz që patën kontakt me të në ato ditë të para pas aratisjes, flasin për një njeri të hutuar, të lodhur, që dukej më shumë si një i moshuar i braktisur, sesa si ish kreu i një kombi. Për javët në vazhdim, gjurmët e Ramiz Alis u bën të paqarta dhe kontradiktore. Disa burime të kohës raportuan se ai kishte gjetur strehim jashtë vendit, konkretisht në Francë, pra njërit prej fëmijëve të tij, larg nga kaosi shqiptar dhe larg nga rreziku i një riarrestimi apo, edhe më keq, i një hakmarrjeje të drejtë për drejtë nga turmat e armatosura që mund ta konsideronin atë përgjegjës për vitet e vështira që kishin përjetuar. Muaj të tërë, prania e tij u bë objekt spekulimesh në media, ndërsa qeveria e re shqiptare, e cila vetë po luftonte të mbante gjallë funksionimin bazë të shtetit mes anarkisë, nuk kishte as kohën, as burimet për të organizuar një ndjekje ndërkombëtare të figurës që dikur kishte dashur ta gjykonte për gjenocid. Dhe pastaj, me 20 tetorit të po atij viti, 1997, ndodhi diçka që askush nuk e priste plotësisht. Prokurori i përgjithshëm i kohës vendosi të hiqte dorë zyrtarisht nga akuzat e gjenocidit dhe të krimeve kundër njerëzimit ngritura kundër Ramiz Alis. Vendimi u justifikua me probleme procedurale dhe me vështirësi të mëdha në administrimin e provave, të përkeqësuara ndjeshëm nga kaosi i muajve të fundit, kur edhe vetë sistemi gjyqësor kishte funksionuar me vështirësi të jashtëzakonshme. Kështu, gjyqi që kishte filluar me kaq peshë simbolike në shkurt të atij viti, gjyqi që kishte sjellë fjalën gjenocid në gojën e një gjykate shqiptare për herë të parë në histori, u mbyll pa arritur kurrë në një verdikt përfundimtar, as fajësie, as pafajësie. Thjesht u fashit, si një zjarr që humbet ushqimin e vet. Vetëm 2 muaj më vonë, më 21 dhjetor të po atij viti, Ramiz Alia u kthye në Shqipëri. Nuk erdhi si një i aratisur i kërkuar nga drejtësia, sepse ligjërisht nuk ishte më i tillë. Akuzat më të rënda kundër tij ishin hequr tashmë. U kthye në vend të kësaj si një plak që rikthehej në adheun e tij, në një vend ende plot plak të hapura nga anarkia e muajve të fundit, por një vend ku, të paktën për momentin, ai nuk ishte më objekti një kërkimi gjyqësor aktiv. Ishte një kthim pa fanfar, pa deklarata solemne, pothuajse i heshtur, krejt ndryshe nga çdo hyrje publike që ai kishte bërë ndonjëherë gjatë dekadave të pushtetit të tij. Fati të tjerëve që kishin ndarë me të bankën e të akuzuarve në ato vite, ishte po aq domethënës sa i tij. Haxhil Leshi, njeriu që Ramiz Alia vetë kishte zëvendësuar në krye të presidiumit në vitin 1982, u lirua nga ndjekja penale për shkak të moshës së tij të thyer, të 83 vjeç, dhe të gjendjes së rënduar shëndetësore, por vdiq shumë shpejt pas kësaj, në një distancë të shkurtër kohore nga gjyqet e viteve 1997 dhe 1998. E njëjta gjë ndodhi me Manush Miftion, atëherë 77 vjeç, i cili gjithashtu u lirua për arsye shëndetësore dhe vdiq brenda pak kohësh. Me një farë mënyre, vetë vdekja natyrale bëri atë që drejtësia zyrtare nuk arriti ta bënte kurrë. Mbylli përfundimisht çështjet e tyre penale, pa asnjë verdikt, pa asnjë pranim faji, pa asnjë kërkim ndjese publike. Vetë procesi i gjeri vitit 1996, ai me 15 ish zyrtar të lartë të dënuar për akuza të ngjashme gjenocidi, njohu një fund po aq të papërfunduar. Vetëm një vit më vonë, gjykata e apelit i anuloi dënimet e shpallura fillimisht, dhe në vitin 1999, gjykata e lartë shqiptare shkoi edhe më larg, duke i shpallur ata krejtësisht të pafajshëm. E njëjta gjë ndodhi me rreth 20 çështje të tjera të ngjashme, të hapura kundër figurave të ndryshme të regjimit të vjetër. Në asnjë prej tyre nuk pati një pranim faji. Në asnjë prej tyre nuk pati një kërkim ndjese publike drejtuar viktimave apo familjeve të tyre.
Dhe pas vitit 1997, asnjë zyrtar tjetër i lartë i ish regjimit komunist shqiptar dhe asnjë ish punonjës i lartë i vetë sigurimit nuk u përballë më me një gjyq të ngjashëm mbi krimet e së kaluarës. Dera që ishte hapur me kaq vështirësi në mesin e viteve 90 u mbyll përsëri, këtë herë ndoshta për gjithmonë. Historia e Ramiz Alis, parë përmes këtij këndvështrimi gjyqësor e jo përmes atij të statujës së rrëzuar, na kthen kështu tek një pyetje shumë më e vjetër se vetë komunizmi shqiptar, një pyetje që njerëzimi e ka bërë që nga gjyqet e para të njohura në histori. A mund të gjykojë njeriu me drejtësi të plotë njeriun tjetër për krime të kryera brenda një sistemi aq të madh sa askush, as vetë gjykuesit e rinj nuk mund të pretendonin se qëndronin plotësisht jashtë tij? Ish oficer të sigurimit u bën më vonë biznesmen të suksesshëm. Ish informator u bën fqinj të respektuar. E vetë shoqëria shqiptare e detyruar të jetojë e të punojë krah për krah me të kaluarën e saj, zgjodhi shpesh në heshtje e pa e shpallur kurrë hapur harresën si mënyrën më të lehtë për të vazhduar përpara. A është kjo harresë tradhti ndaj kujtesës së viktimave, apo është thjesht mënyra e vetme praktike me të cilën një komb i vogël, i lodhur nga dekada vuajtjeje, mundi të mbijetonte psikologjikisht tranzicionin e tij? Është e vështirë të mos krahasosh gjithë këtë histori me gjyqin që shpesh merret si model i drejtësisë ndaj krimeve të mëdha shtetërore, atë të Nürnbergut, mbajtur gjysmë shekulli më parë kundër udhëheqësve nazist. Por dalimet mes dy rasteve janë po aq domethënëse sa ngjashmëritë. Në Nürnberg, një koalicion fuqish fituese ushtarake kishte pushtuar plotësisht territorin gjerman, kishte kapur miliona faqe dokumentesh zyrtare të vetë regjimit dhe kishte fuqinë e plot ushtarake institucionale për të zbatuar çdo verdikt të shpalur, qoftë ai edhe dënimi me vdekje. Në Shqipërinë e viteve 90 nuk pati asnjë prej këtyre kushteve. Nuk pati një ushtri të huaj fituese, sepse regjimi nuk humbi një luftë, ai thjesht u shua nga brenda. Nuk pati arkiva të plota, sepse vetë sistemi i shkatërroi ato para se të binte. Dhe nuk pati as kohën e nevojshme institucionale, sepse vendi u zhyt në anarki pikrisht në momentin kur drejtësia po përpiqej të ecte përpara më seriozisht se kurrë. Kështu, ndërsa Nürnbergu mbetet në kujtesën botërore si shembulli i një drejtësie që funksionoi, gjyqet shqiptare të viteve 90 mbeten shembulli i kundërt, ai një drejtësie që u përpoq, por që u mund nga vetë rrethanat e kohës së saj. A do të kishte qenë ndryshe fati Ramiz Alis, po të kishte pasur shteti shqiptar qoftë edhe gjysmën e mjeteve që pati bashkësia ndërkombëtare në Nürnberg? Kjo mbetet një nga ato pyetje që historia e la përgjithmonë pa përgjigje. Vitet që i mbetën Ramiz Alis pas kthimit të tij në Shqipëri kaluan larg dritave të para të skenës politike, në një lloj gjysmëhijeje të çuditshme. Ai jetoi ende disa vite mes Shqipërisë dhe kohës së kaluar, pranë familjes jashtë vendit, tashmë një plagë që rrallë fliste publikisht, dhe kur e bënte, kthehej gjithnjë tek e njëjta linjë mbrojtjeje, se ai kishte qenë njeriu që kishte kursyer Shqipërinë nga një përmbutje gjaku më e madhe, se çdo gjë tjetër duhej gjykuar në dritën e asaj zgjedhjeje thelbësore. Ai vet nuk foli kurrë holësisht, të paktën jo publikisht, për 4 djemë të Shkodrës, as për 4 të vdekurit pranë Akademisë Ushtarake, as për fëmijët e vdekur në Tepelen shumë kohë përpara se ai të bëhej kreu i shtetit. Këto emra, këto shifra mbetën gjithmonë diku në periferi të vetë rrëfimit që ai zgjodhi ta tregonte për jetën e tij. Familja e tij ndërkohë jetoi po ashtu larg reflektorëve, duke mbajtur mbi supe një mbiemër që për disa mbetej sinonim tradhtie ndaj vendit, kurse për të tjerë sinonim i njeriu që kishte shmangur më të keqen. Ai la pas, siç u bë e ditur më vonë, 2 vajza dhe një djalë, fëmijë që u rriten fillimisht në hijen e pushtetit të babait të tyre dhe që më pas u detyruan të jetonin gjithë pjesën tjetër të jetës në mpeshën e po asaj hije, tashmë të erësuar nga gjyqet, nga akuzat dhe nga kujtesa e ndarë e një kombi të tërë. 7 tetorin e vitit 2011 në Tiranë, Ramiz Alia mbili syt përgjithmonë, në moshën 85 vjeç, i mundur nga komplikacione të rënda pulmonare që i kishin dëbësuar frymarrjen gjatë muajve të fundit të jetës. Vdekja e tij nuk u shoqërua nga asnjë ceremoni shtetërore solemne, nga asnjë ditë zije kombëtare, nga asnjë varg i pafund kolonash njerëzish, siç kishte ndodhur për mësuesin e tij 26 vjet më parë. Ishte një vdekje e qetë, pothuajse diskrete, e njeriu të fundit që dikur kishte mbajtur në dorë të gjitha levat e një sistemi totalitar dhe që tani po largohej pa asnjë gjyq të mbyllur plotësisht mbi kokën e tij,
pa asnjë verdikt final që t'i vinte një pikë të prerë historisë së tij të gjatë e të ndërlikuar. Lajmi i vdekjes së tij ripërtëriu, të paktën për disa ditë, kujtesën publike mbi gjithë atë çka kishte ndodhur në ato vitet e hershme 90. Gazeta shqiptare kujtua njëkohësisht rolin e tij në kalimin drejt pluralizmit dhe barrën e pashlyer të akuzave që kishin varur mbi të për vite të tëra, pa u vërtetuar kurrë plotësisht, por edhe pa u hedhur poshtë kurrë me një pafajësi të vërtetuar në themel. Disa e kujtuan si njeriun që shpëtoi vendin nga një Rumani e dytë, të tjerë kujtuan si njeriun që lejoi gjakun e Shkodrës së të Tiranës të rrjedh, edhe nëse ai vetë nuk e derdhi me duart e tij. Këto dy kujtesa, kaq të kundërta, vazhduan të bashkëjetojnë, ashtu siç kishin bashkëjetuar që në ditën kur ai u ul për herë të parë në bankën e të akuzuarve. Sot, familjet e 4 të rinjve të vrarë në Shkodër atë prill të largët vazhdojnë të mbajnë gjallë kujtesën e tyre, përmes ceremonive vjetore, përmes pltakave përkujtimore dhe përmes historive që tregojnë brez pas brezi. Shoqatat e ish të përndjekurve politik të krijuara në vitet e para të tranzicionit vazhdojnë edhe sot të kërkojnë njohje të plot institucionale, dokumentim shkencor të plot të kampeve si Tepelena e Spaçi dhe mbi të gjitha, hapjen e plot të transparente të çdo dosjeje të mbetur nga arkivat e sigurimit, dosje që 5 dekada pas krijimit të parakampeve ende nuk janë studiuar plotësisht as sot. Vendi vet, i futur në procese të gjata integrimi ndërkombëtar, u përball vazhdimisht me pyetjen nëse mund të lërë pas një të kaluar kaq të errët pa e përpunuar plotësisht, pa i dhënë asaj drejtësi, apo qoftë edhe thjesht kujtesë institucionale të plot. Ka edhe një ironi të fundit, ndoshta më e hidhura nga të gjitha, që historia e rezervoi për atë vit të çuditshëm 1997, sepse i njëjti kaos që i dha lirinë Ramiz Alis soli edhe fundin politik të vet njeriut që dikur e kishte quajtur gjenocidal dhe e kishte quar paragjyqit, Sali Berisha. Prezident që prej vitit 1992, Berisha, pa qeverinë e tij të mos mund të kontrollonte më as anarkinë e armëve, as zemrimin popullor mbi skemat piramidale, dhe në zgjedhjet e reja të mbajtura po atë verë, në qershor e korrik, votuesit i dhanë fitoren pikërisht Partisë Pasardhëse të së njëjtës Parti Komuniste që Alia dikur kishte udhëhequr, tashmë të riformuar dhe të riemërtuar si socialiste. Berisha vetë dha dorëheqjen nga presidenca në korrik të atij viti. Kështu, brenda të njëjtave 12 muaj, vendi pa Ramiz Alin duke fituar liri nga qelia, pa akuzat e gjenocidit kundër tij duke u shuar, dhe pa vetë njeriun që kishte drejtuar ndjekjen e tij penale duke humbur pushtetin në duart e trashëgimtarëve politik të së njëjtës histori komuniste, rrota e historisë shqiptare në atë vit të vetëm kaotik, duke i se kishte vendosur të mos lërë askënd në vendin ku i kishte gjetur ata. E ata që fituan nga rëmuja e viteve 90, ata figura të reja politike e financiare që lëvizën shpejt në boshëllëkun e krijuar nga rënia e vjetër, vazhduan shumica e tyre karrierat e tyre, disa deri në ditët tona, pothuajse pa u prekur kur nga i njëjti lloj shqyrtimi publik që u aplikua mbi gjeneratën e vjetër komuniste. Ndërkaq bashkëkohësit e Ramiz Alis, ata që ndan me të bankat e gjyqeve dhe qelitë e burgjeve, u shpërdan të gjithë drejt të njëjtit fund, liri e pjeshme, harresë e pjeshme dhe një pafajësi ligjore që askush, as viktimat, as vetë historianët, nuk arritën ndonjëherë ta ndjenin plotësisht si të vërtetë. Në rrugëtimin e saj të gjatë drejt integrimit evropian, Shqipëria u përball vazhdimisht në raporte e vlerësime të ndryshme ndërkombëtare me pyetjen nëse kishte bërë mjaftueshëm për të përpunuar hapur të kaluarën e saj totalitare. Krahasuar me vende të tjera të ish bllokut lindor, disa prej të cilave krijuan komisione të vërtetës, muze kombëtare kushtuar viktimave, apo ligje të qarta lustracioni për të penguar ish bashkëpunëtorët e policive sekrete të merrnin poste publike të larta. Shqipëria mbeti për shumë vite prapa në këtë proces. Vetëm dekada pas rënies së regjimit filluan të hapeshin gradualisht disa nga arkivat e mbetura të sigurimit për studiues e për vetë qytetarët që kërkonin të dinin nëse kishin qenë të përgjuar apo të denoncuar nga dikush i afërt. Për shumë familje, si ato të Shkodrës, ashtu edhe ato të kampeve të internimit, ky hapje e vonuar erdhi shumë vonë për t'u dhënë përgjigje që kishin kërkuar që në vitet e para 90-jet, kur ende jetonin dëshmitarët e drejt për drejt të ngjarjeve, dhe kur kujtesa ishte më e freskët se sa mund të jetë sot. Mbetet kështu, e hapur për gjithmonë, pyetja qendrore e kësaj historie.
Kur një gjyq mbyllet jo me një verdikt, por me heshtjen e një prokurorie të mbigarkuar dhe me kaosin e një shteti që po shpërbëhej, a ka ndodhur vërtet drejtësi? A mjafton mungesa e një dënimi formal për ta quajtur dikë të pafajshëm, apo mungesa e vetë procesit të plot e lë atë njeri përgjithmonë të varur mes dy botëve, as fajtor i vërtetuar, as i pastër i vërtetuar? Rami Zalia vdiq duke mbajtur me vete përgjigjen e vet personale ndaj kësaj pyetjeje, cila do qoftë ajo. Familjet e Shkodrës, të Tepelenës, të Spaqit e të kufive të harruar të vendit vazhdojnë ende sot ta bëjnë të njëjtën pyetje historisë, pa e ditur nëse do të marrin ndonjëherë një përgjigje më të plotë se heshtja që kanë marrë deri tani.